interesante. Edhe sportit përgjithësi në futbollin shqiptare, po kanë mbetur shumë pak, me thënë drejtën. Ndonjëherë detyrohem dalë dhe jashtë territorit shqiptar për gjetur gjëra ku ka, por janë pak. Pra shkova tek derbi, ishte e bukur. Tani një javë pas derbit ka ca aludime që këto ndeshje këtë javë nuk ishin aq të vërteta. Dhe të vjen keq kur u luajtën ato si jo të vërteta. Okay, kështu. Ndeshjet të luajtën, por një ditë para kisha marrë mesazhe që më thonin kjo del kaq, ato dolën aq sa më thanë. Tani mua vjen pak keq që unë që ndjek kampionatin që e vogël, kam një ditë tillë cilën do të shikoj ndeshjet që i di sa dalin. Unë hapa ndeshjet luajnë në njëjtën kohë dhe fillova të shija në minutën e 5 të bëri gol Flamurtari. Mua më kishte thënë fiton Flamurtari me Partizan. Nuk mund të shikoj më atë ndeshje. Brapa bëri gol Vura me Elbasanin, unë nuk mund të shikoj më atë ndeshje. Pra, janë ca gjëra që nuk e di janë të vërteta apo jo, uroj mos të jenë, po kur i sheh që parashikohen edhe dalin kështu dhe ka edhe ca faktorë tjerë që luajnë brapa, thua çka kuptimi ka kampionati jon. Dhe ti po bën ca gjëra ndryshe tani që ka këto të bukura se këto tjera duket. Këtë largimin e trajnerëve si i pe Flor? Shiko, u tha edhe pak më parë që është e çuditshme kur largohen trajnerët 3 javë nga fundi. Se nëse ti je në objektiva, lufto deri në fund. Janë 3 javë nga fundi, Partizani largon Kërnajin kur ishte pikë barabarta. Ndoshta nuk do të ndryshojnë ndonjë gjë edhe nëse. Pra, Partizani vjen nga vendi i 7 që mori Kërnaja, shkon në vendin e 4, pikë barabarta, ka një ndeshje direkt në fund dhe prapë heq trajnerin. Unë nuk e di pse duhet ta heqësh kur ti e ke përballën direkt dhe në pikë barabarta. Pra ti mendoj që po nisësh në një startje të vija finishit 2 ekipe, si 2 makina. Qartë. Pse ti të rriqesh mbrapa kur ti e di që në gard barabartë? Pra ti këtu heq trajnerin dhe nuk është se ti hoqë trajnerin dhe fitove javën tjetër, por ty grupimi jot ultras të le banderolën dhe të largohet se shet çfarë po ndodh në fushë. Këto janë ca gjëra që janë të hidhura për t'u thënë, po gjëra që kanë ndodhur dhe kemi parë.